Mirdita, përsëri jam këtu për të kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës nga detyra e kryeministrit, i cili rezulton jo vetëm i implikuar në mega aferat më të mëdha korruptive në historinë e Shqipërisë dhe të Europës, por rezulton dhe pengesa më kryesore e funksionimit të drejtësisë që ka përbën një krim të rënd në vetvete. Emri Edi Ramës lidhet me akuzën direkte të raportit të OSBE-s në vitin 2014, në cilin njoftoi se Edi Rama mori detyrën e kryeministrit duke patur të depozituara në bankat offshore 200 milion euro. Ndaj kësaj akuze konkrete, Edi Rama nuk ngriti asnjë lloj padie, civile apo penale, për të mos thënë që e ka përdiu me heshtje të plot. Edi Rama u bë kryeministër me sarajet e Surrelit mbi shtëpinë, saraje me gjatësi themelesh 57 metra, 2 herë më të gjata se vila e ish diktatorit Hoxha, të ndërtuara me materiale të super kushtueshme. Me një obor park, fillimisht 5.400, aktualisht 8.300 metër katror, me ulli shekullor të shkullur në ullishtet e vendit dhe të implantuar në kopshtin e narkosultanit të Surrelit. Erdhin pushtet me pallatin në Paj, të ndërtuar nga kompania e vllaut të komandantit Gardës, Gramoz Sako. Pallat i ndërtuar në sheshin e pallateve, me leje të kundërligjshme, totalisht të kundërligjshme. Por, mbi të gjitha, nga 5 kate mbi tokë dhe 2 nën tokë, për pallatin në Paj, nuk ekziston nga familja Rama, nga bashkëshortja as dhe Edi apo familjarët e tyre, as dhe një faturë bankare, financiare, tatimore, doganore, ndërtimore apo e çfarëdo llojit. Që të gjitha janë përfshirë regjistrimin e pronës në emër të kompanisë. Zonja Rama deklaroi se pallati është ndërtuar me para gjaku, duke implikuar thellë vllaun e vet, njëri korrekt në vlerësimin tim, në migracion. Por për midis
midis burrit, korrupsionit të burrit dhe të vllaut, janë gjeshi vllaut. Pallati tha është i ndërtuar me para gjaku, se që janë parat e gjakut e kanë të qartë shqiptarët. Nuk është e vërtet. Pallati është ndërtuar është vepër e korrupsionit të bashkëshortit saj Edi Rama, i cili e ka shpërblye me dhjetra tendera kompanin që ka ndërtuar pallatin në Paj dhe kompanin që ka ndërtuar sarajet e Surrelit. Edi Rama, kryeministër, nuk ndali vrapin, por vazhdoi i tërbur, i papërmbajtur, duke plaçkitur pasurit publike dhe fondet publike të shqiptarve. Monumenti më i zi, ishte afera e djegësve. Djegësi i Tiranës me firmen e tij, 130 milion euro dhe nuk ekziston një tull. Djegësat e tjerë që janë llamarin dhe nuk ekzistojnë më. Erion Veliaj, në vend që të burgosej për 130 milion euro të zhdukura bashkë me Edi Ramën, është burgosur për disa milion që ka transferuar në konton bankare të gruas së tij, me një garderob po aq të kushtueshme, po aq të larmishme, sa Laila Asadi. Kaq ishte garderoba e Leilas, kur janë numëruar në Moskë, që e transferoj, me një avion të posaçëm, vetëm garderoba ishte. Kështu ishte dhe garderoba e Ajolës. Edi Rama, me firmen e tij, ka vendosur të ndërtojë në Durrës Dubajin e vet të 1.001 netëve. Aferë që shkon të paktën 4 miliard euro. Që da ndërtoj me parat e Franz Çopjes, Amant Josifit, Olsi Rams dhe trafikantëve të tjerë. Edi Rama është implikuar kokë e këmbë me ndërtim në portit të ri në Porto Romano nga kompani ruse. Shikoni se çfarë nga një anë shkonte në selinë e NATO-s dhe ju kërkonte NATO-s që të mbështesnin projektin, nga ana tjetër kontraktor rus për ndërtimin e parkut dhe mund të informoj qytetarët se një hetim serioz do të bëhet nga parlamenti për këtë çështje. Në dosjen Balluku, nga 6.500 mesazhe, 3.800 janë të Edi Ramës. Në një aspekt, Balluku është thjesht një shërbëtor e tij, mirë t'i bëhet. Por
dosja më e tmerrshme, me pa shembull, është Akshi. Është Akshi, dosje me Akshi me të cilin Edi Rama plaçkiti nëpërmjet Bazhanakut me qindra tendra sekrete në kundërshtim me ligjin, qindra milion euro. Jo vetëm kaq, por aty me Ergys Agasin, mirëlinden e Akshit, plaçkitën të dhënat personale të gjithë shqiptarëve. Vunë në kontroll cilin do shqiptar dhe të huaj që dëshonin. U urdhruan marrje peng, u morën peng, u emruan dhe u shkarkuan ministra që të gjitha në përputhje me interesat kriminale Rama Agasi. Pra, Edi Rama duhet jap urgjentisht dorëheqjen. Revolta dhe zemrimi i qytetarëve ndaj Edi Ramës po arrin nivelet e revoltës dhe zemrimit të qytetarëve shqiptar ndaj kultit të Enver Hoxhës. Po arrin. Çka do të thotë, do të bëhet e papërmbajtshme. Çka do të thotë, në mënyrë të pashmangshme do ketë fatin e kultit të tij. Prandaj i jep dorëheqjen. I jep me njëherë dorëheqjen. Përpjekjet e Edi Ramës për të krijuar, për të përdorur Spari Lubin si parzmore, për të mbrojtur Lubin, për të mos i hequr imunitetin, për të mos e shkarkuar. Nuk janë gjë tjetër vetëm përpjekje për të mbrojtur veten e tij. Akoma më skandaloze, po kaq skandaloze janë përpjekjet e tij për të ndryshuar ligjet, për shkelmuar kushtetutën, për të cilësuar si persona të pa pezullueshëm, edhe ata të cilët në seri i pezullon vetë kushtetuta. Vetë kushtetuta ka parashikuar pezullimin e tyre nga detyra. Dhe kur kushtetuta parashikon pezullimin e tyre nga detyra, të gjykatës së lartë, sa po të vihet në ndjekje penale, të gjykatës kushtetuese, të kryetarit kontrollit lartë të shtetit, të avokatit të popullit, parashikon procedurën e shkarkimit të presidentit të Republikës. Edi Rama është i pashpresë, i dështuar. Asnjë ligj të tillë shqiptarët nuk do ta pranojnë. Tani, nëpërmjet zëdhënësit të tij, Baton Stanishiq informon publikun se ka normen ta mendoj kodin në të cilin të shkelmoj me dy këmbë kushtetutën dhe nenet e saj që garantojnë barazin para ligjit qytetarëve shqiptarë. Tani ai thot një lloj si në veprat e Orwellit, se të gjithë jemi të barabartë në fermën e derrave, po disa derra janë më të barabartë se tjerët. Kështu ka përgatit projekt ligjin për të mos lejuar arrestimin
e zyrtarëve publik pa një vendim të formës prerë të gjykatës. Dhe të gjithë të tjerët po. Mjafton ky moment për të nxjerrë në pa shpirtin e tij të zi, të trazuar, projnë e tij psiqik, që s'njeh as i kufi, as i limit. Harron që për këtë qëllim janë pre koka mbretërish, shekuj më parë. Harron se para ligjit ka shekuj që qytetarët konsiderohen të barabartë. Për të gjitha këto, Edi Rama duhet largohet me njëherë nga pushteti. Denoj me forcën më të madhe, qëndrimin dhe urdhën e tij dje, ndaj vasalëve të tij që të mos votojnë kërkesën e prokurorisë për heqjen e imunitetit Lubi Ballukut. Të dashur qytetarë dhe qytetare, ky është rasti i tretë në të cilin Edi Rama është vetë direkt i implikuar. Ai nuk hoqi imunitetin e Sajmir Tahirit, sepse ndante me te trofen e drogës dhe trafiqeve. Ai nuk hoqi imunitetin e Ndrikull Xhaçkës. E kuptoni ju vetë, sepse është aksioner në vjedhjen tokë publike të 10.000 metër katror. A mund të imagjinoni ju? Kryetari i Bashkisë Simar burgoset sepse ka firmosur dokumentat falsifikuar nga Xhaçkat, por lidhjet e tyre të ngushta me Ramën dhe interesa kriminale ekonomike i bëjnë këta imun. Dhe ai tani nuk heq imunitetin e Lubi Ballukut, sepse e din që fill mrapa shkon ai. E din që ai është kryehajduti dhe kreu i organizatës kriminale. Për të gjitha këto ka vetëm një zgjidhje, të dashur qytetarë, dorëheqjen e tij të menjëhershme. Por siç është bërë ditur, siç është bërë tashmë, e qartë, Edi Rama nuk hiqet, nuk jep dorëheqje, Edi Ramën nuk e heq dot drejtësia, Edi Ramën nuk e heq dot komunitetin ndërkombëtar, por atë do ta heqin shqiptarët, do ta shembin atë një lloj si kultin satanik të Enver Hoxhës. Faleminderit. Zoti Berisha, ju keni denoncuar paralajmërimet që vijnë nga Brukseli edhe me ndërprerje të procesit të negociatave për shkak të mbrojtjes që Edi Rama po i bën Belinda Ballukut. Nëse deri në fund socialistët do të votojnë kundër në seancën plenare për heqjen e imunitetit të Ballukut, çfarë sinjalesh keni nga Brukseli, në një kohë që po përgatitet edhe për ndryshime ligjore për mbrojtjen nga pezullimi? Faleminderit. Sinjalet janë shumë të qarta. Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian, vendet më kryesore të Bashkimit Evropian kanë folë qartë para shqiptarëve. Asnjë pengesë drejtësisë shkarkohet Lubi Balluku të hiqet imuniteti. Në mëngjesin e punës që ka patur me ambasadorët kryesorë të Bashkimit Evropian në Bruksel,
në një mençuri, nuk kanë preferuar talent të flasë gjatë, se kur e merë fjalën ai, nuk ka lapazan më të mërzitshëm, nuk mund ta imagjinoni ju. Ai nuk ndërpritet. Ai ka vesin që të flasë pa mbarim, të gri sallat pa mbarim, dhe këtë tani ja kanë marrë vesh të gjithë. Dhe kanë prit me kam të para. Nuk je këtu për të na dhënë shpjegime. Të kemi thirrë për të njoftuar. 1, 2, 3. Përndryshe do kesh një raport shumë të keq. Raporti i keq, siç u rrodh, është xhbërja e procesit gjersa Edi Rama tjetë në pushtet. Pra, por ky s'ka interesa tjera. Ky është i gatshëm t'ja mbyllë Shqipërisë dyert e Bashkimit Evropian. Ky është i dal boje. Kudo që shkon, ky shkon si një langaraq i pa shok. Imagjinoni ju, kur presidenti Donald Trump bombardoi bunkert në një operacion perfekt nuklear të Teheranit, ju kujtohet çfarë tha? Europa është paqja, tha, nuk merr mend nga Shtetet e Bashkuara për paqen. Është paqja, është kultura e paqes, është vetë paqja. Amerikanë, tha, vinë, hedhin ca bomba, e bëjnë me keq dhe ikin. E pat, e keni parasysh? Shkoj në bord dhe aty bajti një fjalë në veri si askush tjetër. Pra, është i damkosur si langaraqi i komunitetit ndërkombëtar. Dhe kjo çështje të enjten, Edi Rama ka njoftuar se do të bëjë mbledhjen e grupit në Pallatin e Brigadave për të vendosur lidhur me qëndrimin zyrtar që do të mbajë për imunitetin e Ballukut. Keni një koment për këtë dhe a mendoni se mund të ketë deputet në radhët e socialistëve që mund t'i ndalin kundër vendimarrjes së partisë? Faleminderit. Ju e dini që unë i kam quajtur mandate krimi mandatet e tyre. Dhe nuk e kam bërë pa baza, nuk kam bërë pa argumenta, pa fakte. Por unë di një gjë, që nuk është grupi me kushtetut, ai që përcakton qëndrimin ndaj mandatit, ndaj kërkesës së prokurorisë për imunitetin bëhet fjalë. Nuk është grupi, është Këshilli i mandateve, ai që voton dhe përcakton. Pa ata si skledhër nuk guxuan të votojnë. Dhe u shprehen aty në kundërshtim me kushtetutën se vendimin do ta marrin pasi diskutojnë në grup. S'ka ndodhur kurrë. Nuk ka ndodhur kurrë. Kështu që ato janë marioneta të Edi Ramës, sepse të gjithë janë të lidhur në krime, dhe e din që aty do ndjekin Belindën, këtu është gjithë problemi. Përse deputetët demokrat nuk flasin shumë në publik për Edi Ramën, por fokusohen vetëm tek çështja Balluku, duke krijuar perceptimin publik se protestat e opozitës mbahen për Ballukun dhe jo për kërkesën themelore që ju e thoni vazhdimisht, atë të largimit të kryeministit Edi Rama. Demokratët nuk po flasin për Ballukun, po flasin vetëm për Edi Ramën. Mesazhi i demokratëve dhe protesta është e qartë. Edi Rama dhe vetëm Edi Rama. Në rasti i Ballukut, Anisa,
është problemi i raportit me drejtësinë, e cila po blokohet, po blokuet ky raport, blokohet kushtetuta. Pra, në thelb, Akshi dhe Rama janë faqja më e zezë në historinë e vendit. Ndaj dhe ne kemi këtë përcaktim, por sigurisht që ne nuk pranojmë kur në kurrës blokimin, se ky është asgjësimi i shtetit ligjor. Kjo që po ndodh, de facto është asgjësimi i shtetit ligjor. Kjo është te i kalimi i ligjeve dhe kushtetutës nga qeveria, është nga shteti. Është jashtë çdo lloji, por jo. Demokratë dhe demokratë qytetarët e kanë qartë se kreu i organizatës kriminale është një dhe është Edi Rama. Faleminderit.